Zgjedhjet e 11 majit janë pranë dhe dy partitë më të mëdha politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kanë ndezur motorët prej kohësh. Partia Socialiste po prezanton kandidatët e saj për deputet të listave të mbyllura, por më së shumti edhe ata të listave të hapura, që do të duhet të marrin votën e qytetarëve, jo vetëm për subjektin politik, por edhe votën e tyre personale. Kandidatët socialist po takohen dhe po prezantojnë jo vetëm me strukturat, por edhe me qytetarët, të cilët po dëgjojnë edhe platformat e tyre, ndërsa kandidatët po dalin gjithashtu edhe në media, duke pasqyruar aktivitetet që kanë, por edhe duke u folur qytetarëve nëpërmjet ekraneve të mediave lokale. Në terren ka zbritur edhe Partia Demokratike e Vlorës bashkë me kandidatët e saj, por edhe të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Edhe Partia Demokratike është aktive në media lokale, ku kandidatët për deputet të saj të listës së mbyllur, po edhe të listës së hapur, jo vetëm po takohen me demokratët dhe elektoratin e djathtë, por po takojnë qytetarët për të bërë prezantimin dhe për të folur atyre për programin specifik dhe për pikat konkrete të tij. Dhe gjithçka po bëhet në media, ku qytetarët po njihen më gjerësisht me kandidatët dhe po dëgjojnë jo vetëm formimin e tyre, por edhe po mësojnë rreth angazhimit të tyre nëse nesër do të jenë pas 11 majit në Parlamentin shqiptar. E ndërsa dy partitë më të mëdha politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kanë nisur fushatën intensivisht dhe janë prezente çdo ditë në mediat lokale, partitë e vogla politike kanë humbur si spata pa bisht. Ato as kanë prezantuar kandidatët e tyre, por as programe dhe platforma. I vetmi që ka dalë publikisht është kandidati për deputeti i Aleancës Kombëtare Shqiptare, Gjergj Nezha. Daljen e tij të parë publike, Nezha e bëri në televizionin 6+1 Vlora, ndërsa në fundjavë u takua edhe me banorët e fshatit të tij të origjinës Dukatit. Edhe pse një parti e vogël dhe me një kandidat të ri që kërkon të jap kontributin e tij për vendin, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare u amori partive që gjoja janë të vogla tradicionale, apo edhe partive të reja që kanë drejtues që hiqen si të sprovuar në skenën politike. Megjithatë, partitë e vogla politike duket se ende nuk e kanë nisur fushatën e tyre në mediat lokale, ku të flasin me qytetarët, jo vetëm të Vlorës, por edhe të rrethinave të tjera të qarkut, pasi qarku i Vlorës ka një shtrirje të gjerë territoriale. Nuk dihet nëse këto partie kanë lënë gjithçka për ta nisur më 11 prill, ku starton edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e 11 majit. Mbetet për tu parë, por gjithsesi, qytetarët kërkojnë të informohen rreth kandidatëve dhe alternativave që këto parti të vogla i ofrojnë publikut për 11 majin.